Qyteti i Prishtinës përballet çdo ditë me një sfidë të madhe, mbeturinat. Nga pajisjet elektronike që nuk na duhen më, mobilet e vjetra e deri tek mbeturinat e përditshme ushqimore. Ku përfundojnë mbeturinat tona dhe nuk e dim se ku duhet t'i hedhim ato. Hedhja e mbeturinave mbetet një nga problemet kryesore në qytetin e Prishtinës. Qytetarët ankohen për mungesë informacioni, ndërsa kompanitë e pastrimit ankohen për mbigarkesë. Sot do të kuptojmë saktësisht se ku duhet të përfundojnë këto mbeturina dhe çfarë plani konkret ka komuna e Prishtinës për menaxhimin e mbeturinave. Të merresh kjo. Kjo nuk është kjo kërë mbetorin, po plehrin. Edhe pa përqetësi e madhe. Vallaj pej kryetarit, e ministrit, e qeverisë, e krejtse, me lonë kështu, me bo kështu, nuk në rregull. Nuk në rregull. Pa përgjithësi, kjo është pa përgjithësi totale, pa përgjithësi. Po mos kujdesi qytetarëve, mos kujdesi i qeverisë, aty i qitshin krejt ato karrike, qa kishin e qatë, e kanë mshel tash ti këto, që me hi kamioni se s'hike, këtu jam dzike u dhe ne blokojshin. Tash e kanë mshel këtu, apet i qesin, apet hin, apet e bujnë. E kusha unë me ardhë, me bisedu me qytetarë, me ata qytetarë, me ata kojqia, kur pe shohin e pe këshyrin e pe bujnë. Veç në televizor që pe qisin balë. Jemi në komunën e Prishtinës, kemi ardhur që të bashkëbisedojmë me drejtorin e shërbimeve publike dhe mjedisit që të marrim më shumë përgjigje rreth hedhjes së mbeturinave në qytetin e Prishtinës. Fillimisht faleminderit edhe juve për interesimin dhe sigurisht adresimin e kërkesave të qytetarëve. Si drejtori i shërbimeve publike, që një muaj e gjysë sa kemi marrë mandatin në kryeqytet, jemi duke bërë përpjekje maksimale që të ofrojmë shërbime sa më të mira publike për qytetarë në kryeqytet. Sa i përket mbeturina vëllimore dhe ato inerte, ne kemi marrë një aksion qysh në fillim të muajit maj dhe pas ti kemi filluar adresimin dhe zgjidhjen e problemit. Aksioni ka qenë jashtëzakonisht i mirëpritur nga qytetarët dhe i ka liruar hapësirat publike nga mbeturinat vëllimore. Pastaj ne kemi shkuar në një hap tutje ku kemi ofruar për qytetarët një platformë digjitale ku qytetarët do të mund të bëjnë kërkesat në formë elektronike përmes webfaqes mbeturinat.com dhe aty kompanitë që janë të angazhuara tashmë nga drejtoria e shërbimeve publike do të shkojnë afër shtëpive apo banesave të tyre për t'i marrë këto mbeturina dhe nuk ka nevojë qytetarët të mendojnë t'i dërgojnë diku tjetër. Kjo ka qenë një zgjidhje jashtëzakonisht e mirë, është pa pagesë, vazhdon të jetë aktive ende. Dhe qytetarët tash një numër i madh me qindra qytetarë kanë bërë kërkesë dhe kanë marrë shërbime nga platforma digjitale prej ku i kanë bërë dhe kërkesat. Drejtor, sa i përket mbeturinave të tjera dhe menaxhimit të përgjithshëm, pse shohim ende kontinjer të stërmbushur në lagjet kryesore të qytetit? Ku qëndron ngecja te logjistika apo te kultura e qytetarëve? Sa i përket janë një kategori e ndarë e mbeturinave, prej atyre vëllimore, inerte, deri te ato të ambisnis dhe mbeturinat e xhepit, siç i themi. E mira është që tash është një situatë më e mirë me mbeturina vëllimore dhe inerte në kryeqytet, nuk shihen në masën që janë parë më herët, ndërsa sa i përket volumit të mbeturinave të ambisnis, këto mbeturina menaxhohen nga ndërmarrja publike regionale pastrimi. Sigurisht se ne jemi duke kërkuar që në vazhdimsi të bëhen përpjekje që të mirëmbohen dhe të ketë shërbime sa më të mira. Është duke u punuar në këtë drejtim. Nuk pritet ndryshim shumë i shpejt i situatës për shkak se problemi me menaxhim mbeturinave është një problem kompleks dhe në një kohë të gjatë, por çka mundemi mu zëtu është që çdo ditë jemi duke bërë përpjekje maksimale që të rrisim nivelin e përgjegjësisë nga të gjithë aktorët që të ofrojnë shërbime sa më të mira për qytetarët në kryeqytet. Cilat janë projektet konkrete apo gjoba që pritet të aplikohen për të ndaluar ndotësit e mdhenje? Këto kanë qenë një fazë dhe një plan i menduar mirë që nga largimi, ofrimi i shërbimit deri në derë të shtëpisë dhe pa pagesë. Sigurisht për ata që duhet të jenë hapësirat publike, gjoba do të jenë gjoba serioze dhe me çmime të larta. Andaj bëj thirrje gjithë qytetarëve që të bëjnë kujdes. Në anën tjetër dua t'i falenderoj qytetarët se një numër i madh i qytetarëve tashmë po denoncojnë hollësit e mbeturinave në kryeqytet, për çka i falenderoj dhe ju kërkoj që ta bëjnë këtë në vazhdimsi derisa ta bëjmë qytetin vërtet të pashëm, të pastër dhe të dinjitetshëm. Një mesazh për fond, drejtor, për krejt ata që po hullin mbeturina.
nuk është gjëja duhur që duhet ta bëjmë. Në vijen e parë të përballjes me mbeturina janë këta njerëz, por makineritë e kompanisë pastrimi janë të dizajnuara për mbeturina shtëpiake, të përditshme, jo për frigorifer, lavatriçe e mobile të vjetra që shpesh bllokojnë trotuaret e Prishtinës. Po qesën zë shka, ka uqe këtu sane përgjësi, kamione nuk është për ka uqe për këtu material dërtimor, nuk është. Kjo është veç për mbeturina, kozhinës të që janë në administri që janë, për që të janë, çdo ditë na dalëm teren me krye shërbimin që është normal. Flasëm me qytetarët, në përgjithësi flasëm me qytetarët, ju tregojmë që këto mbeturinat që nuk janë, që janë jashtë kamionit, to nuk bën me qit në kamion, se s'guxojmë, se kem ato me qit në kamion, me ndëmtu kamionin. Ndryshimi fillon nga dera e shtëpisë sonë. Informimi i duhur dhe bashkëpunimi me autoritetet është zgjidhja e vetme që Prishtina të firmojë më pastër.